Për këtë, çiftin s'du me fol hiç se ju e dini tashmë mendimin tem, unë jam anti-gjak përzimi, se për kokat e pa informuara quhet racizëm, sepse nuk e kuptojnë që racizëm do të ishte nëse je kundër një populli, kundër një race, kundër një fe, kundër një drejtim, po gjak përzimi nuk hyn aty fare, por nëse sido që tjetë, këti djalit gëzuar letrat e harmonisë, që me thonë më shumë, po ju që shëshin që të pjesë personalisht, a do duhej më martu, se kur e kom bo me një femën që është martu me atë zëzakin, më keni bo shumë presion se s'po foli për djemt. Që për djemt? A do duhej me përzi gjakun?